Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmet, mëshirëplotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanuhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës Kurani është i mbrojtur nga ana e Allahut xhaleshanuhu. Në një botë ku gjithçka ndryshon, ku fjalët humbasin, librat deformohen dhe e vërteta shpesh mbulohet nga errësira e kohës, ekziston një realitet i palokundur që qëndron mbi çdo ndryshim dhe mbi çdo sfidë, dhe ky quhet Kurani i Shenjtë. Ai nuk është thjesht një libër i thjesht si librat e tjerë, por është fjala e gjallë e Allahut, një dritë që kurrësi nuk shuhet dhe një udhëzim që nuk zvehet kurrë. Kurani nuk është vetëm një shpallje e zbritur për një kohë të caktuar, por është një mesazh i përjetshëm që i drejtohet çdo brezi dhe çdo zemre që kërkon të vërtetën. Allahu e ka bërë të qartë në librin e tij këtë fakt që Allahu e ruan Kuranin famëlart dhe është premtim hyjnor ky ku Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Fani. Vërtet, ne kemi zbritur për kujtimin për Kuranin dhe ne do ta ruajmë atë. Ajeti 9 i surës Hijr. Pra ky ajet është garanci hyjnore që e dallon Kuranin nga çdo libër tjetër, që librat e mëparshëm qiellor, edhe pse ishin shpallje të Allahut, ju besuan njerëzve për të ruajtur, ndërsa Kurani famëlart, ndryshe nga librat e tjerë, është amaneti i Allahut dhe është në mbrojtjen direkte të Zotit të Gjithësisë. Kjo do të thotë se asnjë dorë nuk mund ta ndryshojë atë, dhe asnjë kohë nuk mund ta deformojë fjalën e Allahut dhe asnjë armik nuk mund ta zhduk për kujtimin dhe fjalën e Zotit të Gjithësisë. Që nga momenti i zbritjes së kumtesës pra të fjalës së Allahut mbi zemrën e profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, Kurani është ruajtur me një përkujdesje të veçantë dhe të jashtëzakonshme. Ai u mësua përmendsh në atë kohë nga sahabët, nga shokët e profetit, u shkrua me përpikmëri dhe u tejçua dhe njerëzve dhe u transmetua kështu brez pas brezi, pa as edhe një lloj ndryshimi. Sot, pas më shumë se 14 shekujsh, Kurani lexohet në të njëjtën mënyrë siç u lexua për herë të parë, pa shtesa dhe pa mangësi. Dhe kjo ruajtje nuk është vetëm një ruajtje fizike apo tekstuale, por mbi të gjitha është një ruajtje shpirtërore, e thellë dhe e gjallë në vetë qenien e besimtarit musliman. Kurani nuk qëndron i kufizuar në faqet e një libri dhe aq, por ai është një jetë e tërë në zemrat e çdo besimtari që besojnë dhe në shpirtrat e çdo kujt që e përqafon Kuranin famëlart. Kurani ruhet në ndërgjegjen e njeriut, ruhet në moralin e tij, në veprat e tij, në lëvizjet e tij që bën gjatë gjithë jetës që jeton në sipërfaqen e kësaj bote. Kurani bëhet pjesë e identitetit të besimtarit, duke formuar karakterin e tij dhe duke e udhëhequr besimtarin në çdo hap të jetës që ai ka. Miliona njerëz në mbar botën e mësojnë Kuranin përmendash, që nga fëmijët e vegjël e deri tek të moshuarit, duke e mbajtur ato gjallë në kujtesën kolektive të ummetit islam. Dhe ky fenomen i jashtëzakonshëm nuk është thjesht një praktik fetare, por njëkohësisht është edhe një mrekulli që sfidon kohën dhe historinë njëkohësisht. Nuk ekziston asnjë libër tjetër në botë që të jetë memorizuar në këtë mas dhe me këtë përpikmëri. Edhe nëse të gjitha kopjet fizike të Kuranit do të zhdukeshin, ai gjithsesi do të mbetej gjallë në zemrat, në mendjet dhe në ndërgjegjet e të gjithë besimtarëve. Kjo është një nga format më të larta të mbrojtjes hyjnore, dhe kjo mbrojtje dhe kjo ruajtje që nuk varet nga materiali, nga ana fizike, por varet nga ana shpirtërore dhe nga besimi i fortë që kemi ne tek Allahu i madhëruar. Kjo ruajtje shpirtërore nuk kufizohet vetëm se me mbajtjen përmendsh të fjalëve të Allahut dhe aq. Ajo shtrihet në mënyrën se si Kurani jeton në përditshmërinë tonë,
në përditshmërinë e besimtarëve dhe besimtareve, në namazet e tyre, në lutjet, në adhurimet, në vendimet që marrin dhe në mënyrën se si ato përballen me provat e ndryshme. Kurani bëhet një udhërofyes i brendshëm, një zë që i flet zemrës dhe e drejton atë drejt së mirës dhe largon nga e keqja. Kurani edukon njeriu që të jetë i drejtë, të jetë i sinqert, i turueshëm, i mëshirshëm dhe i sinqert njëkohësisht. Në literaturën islame dhe nga hadithet e profetit e hlibetit të tij të pastër, shohim që ato theksonin ke njerëzit që duhet sa më shumë të mbajmë lidhjen e gjallë midis nesh dhe Kuranit famëlart. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: "Mësoni Kuranin sepse ai është pranvera e zemrave dhe dritë për gjoksat." Dhe ky përshkrim është shumë i thellë sepse aty tregohet pra pranvera që i jep tokës së tharë jetë, dhe kjo është Kurani për zemrat e besimtarve. Një zemër që ushqehet me Kuran nuk mbetet e zbrazët apo e trazuar, por bëhet e qetë, e qëndrueshme dhe e mbushur me besim të fortë tek Zoti i gjithësisë. Kurani është burimi pa shtershëm jete, për shpirtin dhe për njeriu. Është udhërofyes i sigurt për çdo hap që ne hedhim në këtë jetë. Dhe në momentet më të vështira që ne mund të hasim gjatë jetës tonë, Kurani famëlart, fjala e Allahut, i jep njeriu durim, në momente gëzimi, i jep atij falënderim, në çdo moment që të jetë dhe në momentet e hutimit ai i jep udhëzim. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: "Kurani është marrëveshja e Allahut me robën e tij. Prandaj, njeriu duhet ta shohë çdo ditë këtë marrëveshje dhe ta përditësojë atë." Ky hadith e ngre më shumë marrëdhënien e Kuranit me njeriu në një nivel më të thellë dhe më të përgjegjshëm, sepse Imami e përshkruan Kuranin si një marrëveshje mes Allahut dhe njeriut, një lidhje e shenjtë që kërkon përkushtim dhe kujdes të vazhdueshëm. Në këtë kuptim, Kurani nuk është vetëm një libër që ruhet, por është një amanet që jeton midis nesh. Ai kërkon zemra që ta mbajnë atë, mendje që ta kuptojnë dhe jetë që ta zbatojnë atë në përpikmëri. Dhe pikërisht, kjo është forma më e lartë e mbrojtjes së Kuranit, sepse ai mbetet i gjallë jo vetëm në faqe, por mbetet i gjallë dhe në shpirt dhe në realitetin e njerëzve. Megjithatë, mbrojtja e Kuranit nuk duhet të kuptohet vetëm si ruajtje nga ndryshimi, por edhe si një përgjegjësi për të gjithë ne si besimtar musliman. Ne jemi të thirrur ta mbrojmë atë duke e lexuar, duke e kuptuar dhe duke vepruar sipas rreshtave të tij. Një Kuran që qëndron i mbyllur dhe nuk përmbush qëllimin e tij, atëherë është e kotë që neve ta mbajmë, por neve duhet që ta zbatojmë atë, ta hapim Kuranin dhe të lexojmë se çfarë na kërkon Allahu xhaleshanhu prej tij pranë në librin e tij hynor. Në një kohë ku njerëzit kërkojnë qetësi, drejtësi dhe kuptim, përgjigjja gjendet vetëm në librin e shenjtë, i cili është libri i fundit qiellor, i zbritur nga ana Allahu xhaleshanhu, një libër i mrekullueshëm që në to gjenden fakte, në të gjenden argumente, në të gjenden pra përgjigje për çdo pyetje që njeriu mund të ketë gjatë jetës së tij në këtë botë. Sepse Kurani është streha e zemrave të lodhura, është ilaçi i shpirtrave të plagosur dhe udhëzuesi i atyre që kërkojnë të vërtetën. Qofshim gjithmonë në dritën hynore të udhëzuar. Qofshim për atyre të cilët zemrat tona afrohen çdo ditë më shumë me fjalën e Allahut. Themi gjithmonë dëgjuam dhe u bindëm pra fjalës së Zotit të gjithësisë dhe Allahu na udhëzoft në çdo hap që ne hedhim në këtë jetë. Në këtë moment të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.